Përshëndetje, shenja e Demit. Kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakëll. Duket se gjendja juaj hapet me kalorësin e kupave. Ju jeni në një fazë ku zemra juaj është zgjuar, ndjeni më shumë, ëndërroni më shumë, jeni më romantik, më idealist, më të hapur ndaj emocioneve. Ka diçka brenda jush që kërkon bukuri, kuptim, lidhje shpirtërore. Nuk jeni në një energji praktike, por në një gjendje të butë, poetike, ku shpirti juaj dëshiron të përjetojë, jo thjesht të funksionojë. Pastaj vjen 2 kupat dhe këtu kjo ndjeshmëri gjen pasqyrë, ju nuk jeni vetëm me emocionet tuaja, ka një energji reciproke. Kjo kartë flet për lidhje të barabartë, për bashkim, për harmoni mes 2 shpirtrave. Mund të jetë një person konkret, por edhe një marrëdhënie me veten, me jetën, ose me Zotin. Dhe pikërisht kur emocionet janë të forta, vjen 4 shpatat. Këtu shpirti juaj ndalon. Është karta e pushimit, e qetësisë, e tërheqjes së butë. Nuk është lodhje dramatike, por nevojë për heshtje, për reflektim, për të marrë frymë thellë. Dhe në fund vjen asi i monedhave. Kjo është fara e re që mbillet në tokën tuaj të brendshme. Pas ndjeshmërisë, lidhjes dhe pushimit, ju jeni gati për një fillim real konkret. Diçka e re po hyn në jetën tuaj, një mundësi, një stabilitet, një projekt ose një bazë e re. Kjo kartë tregon se shpirti juaj po prek diçka të prekshme. Kalojmë te familja. Në familje, energjia hapet me temperancën. Kjo është karta e ekuilibrit, karta e durimit, shërimit dhe qetësisë. Tregon se energjia familjare është në një proces harmonizimi. Ka mirëkuptim, ka përpjekje për të balancuar emocionet, për të mos shkuar nga ekstremi në ekstrem. Është një atmosferë ku gjërat nuk zgjidhen me forcë, por me mençuri. Pastaj shfaqet 2 shpatat dhe këtu ka një heshtje. Dikush nuk po flet plotësisht, ka diçka që mbahet brenda, një vendim i shtyr, një e vërtet që ende nuk është thënë, dhe kjo kartë tregon një bllokim emocional të butë, jo konflikt, por diçka e tipit shmangje. Me asin e kupave, kjo heshtje fillon të shkrihet. Është karta e dashurisë së re, e hapjes emocionale, e ndjenjes së pastër. Tregon se pavarësisht bllokimeve, zemra e familjes është e hapur. Ka potencial për pajtim, për afrimitet, për një ndjenjë të re mirëkuptimi. Dhe në fund kemi 6 shkopind. Kjo është karta e fitores së qetë, jo triumf egoist, por ndjesi se diçka është përmirësuar, se familja ka kaluar një fazë dhe ka dalë më e fortë. Kalojmë te dashuria, ku kemi krye priftëreshën. Kjo kartë është karta e intuitës, e sekreteve, e ndjenjave të thella që nuk thuhen me fjalë. Ju ndjeni shumë, por nuk flisni shumë. Ka një lidhje të fortë me nënvetdijen, me ëndrat, me shenjat, dhe është sikur dashuria juaj po zhvillohet në një plan të padukshëm, më shumë se në realitet të dukshëm. Pastaj vjen vdekja dhe këtu ndodh transformimi i madh. Diçka po mbyllet përfundimisht, një mënyrë e vjetër e të dashuruarit, një lidhje ose një model emocional. Kjo nuk është humbje, por rilindje. Është fund i domosdoshëm që të lind diçka më e vërtet, më e re. Dhe prandaj është i nevojshëm ky transformim. Me 5 kupat vjen trishtimi. Kjo kartë tregon dhembje, humbje, nostalgji, keqardhje.
Ju mund të ndjeni mungesë, mall, ndjesi boshllëku, është ajo fazë ku shpirti thot, oh, po, kjo më dhëmb, dhe kjo dhimbje është e vërtet, nuk është iluzion. Por në fund, shfaqet mbretëresha e shpatave. Kjo vjen pas këtij transformimi, e kthjellët, e vetëdijshme, fort psikologjikisht. Dhe duket sikur thotë që nuk jeni më në iluzion, nuk jeni më në pritje naive. Ju shihni qartë çfarë doni dhe çfarë nuk pranoni më. Është karta e pjekurisë emocionale. Zemra ende ndjen, por mendja tani udhëheq. Kalojmë tek puna. Në punë, energjia hapet me budallajin dhe kjo është karta e fillimit të ri, karta e guximit, e hapit që hidhet në diçka të panjohur. Ju jeni në një fazë ku jeni gati të provoni diçka ndryshe, të merrni një risk, të mos mbaheni më pas sigurisë së vjetër. Ka energji lirie, kurreshtje, dëshire për eksperiencë të re. Pastaj vjen ylli dhe kjo e shenjtë e rënë këtë fillim, tregon se rruga që po hapni është në harmoni me shpirtin tuaj. Ka shpresë, ka drejtim, ka ndjesi se universi ju mbështet. Nuk është thjesht një hap i rastësishëm, por një udhë ndriçuar. Me 6 monedat, kjo shpresë fillon të marrë formë praktike. Pra është karta e shkëmbimit të drejtë, e mbështetjes, e ekuilibrit material. Tregon se ajo që jepni kthehet dhe nuk duhet të jepni më shumë se sa merrni. Mund të ketë ndihmë, bashkëpunim ose ndjesi se puna juaj po vlerësohet. Dhe në fund, mbreti i shkopinjve. Kjo kartë mund t'ju personifikoj ju në rolin e liderit ose dikën në jetën tuaj. Pra të sigurt, vizionar, të vendosur, jo më thjesht duke ndjekur rrugën, por duke udhëhequr rrugën. Është karta e fuqisë personale në fushën profesionale. Kalojmë te Prism Oracle ku kemi balancë dhe balanca është vula e gjithë leximit. Mesazhi shpirtëror për ju është i qartë. Kjo javë është për ekuilibër mes zemrës dhe mendjes, mes ndjenjës dhe veprimit, mes të vjetrës dhe të res.